Nëse dëshiron t'i kesh këto gjëra, jep sadaka. Nëse dëshiron të shërohesh nga sëmundja, shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron të pushosh në hijen e Allahut fuqiplot, atë ditë kur nuk ka hije tjetër, shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron të evitosh hidhërimin e Allahut të madhërisëm nga ti, atëherë shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron të arrish dashurinë e Allahut fuqiplot, shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron të largosh belat nga vetja jote, shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron furnizim dhe bereqet në jetën tënde, shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron të arrish mirësinë në këtë botë, atëherë shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron t'i hapësh dyert e mëshirës, shpërndaj sadaka. Nëse dëshiron që të vinë sevapet edhe në varr, atëherë shpërndaj sadaka. Dhënia e sadakas ka këtë fuqi kaq të madhe, këtë vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme. Andaj jepni sa më shumë sadaka. Sadakaja është cilësi e besimtarve. Sadakaja e dhënë nuk e pakson pasurinë, por ajo e shton atë.